Puthja e së martës midis çiftit Mateo dhe Brikena nuk zgjati shumë dhe midis tyre kemi një lloj ftohtësie dhe në rrjet po shikohet si një lloj ndarje. Por duhet i marr hap pas hapi të gjithë ato që unë duhet të jap komentin tim për ngjarjen që po ndodh në shtëpi, pas kurrizit të dyve po bëhet një intrigë poshtor përballë tyre, hiqen si miq, por pas krave po ngulin thikat. Sigurisht e pranoj që jemi në një lojë, e pranoj që do të bëjnë intriga, por nuk duhet të bëjnë ato që po bën Selin dhe Shndriti, duke u bërë të paftyr, duke folur me publikun, ndërkohë që matan ishte Mateo, e duke thënë këta të dy se ne nuk kemi folur kurrë, nuk e kemi bërë asnjë intrigë. Ndërkohë, Shndriti, që nga futja e tij në shtëpi, ka qenë zar dhe humor me Selinin. Ka bërë gjithçka. Kam dëgjuar gjithçka, thanë, e çfarë kam unë për ata të dy, ja ka bërë mendjen pordh, siç thuhet në gjuhën popullore, që të ndahet Mateo nga Brikena, duke i thënë se e duron ti, kurse Brikena ka të gjithë mbështetje në rrjetin social për qëndrimin që po mban, pasi nuk po lejon askënd që të flas për raportin e saj me Mateon, ajo ka rezervat e saja. Sigurisht që në kuadër të lojës nuk i pëlqen që Mateo është miqësor me Selin, kundërkohë kjo e fundit e ka degraduar. Paradite i tha që ti je vetëm 15 vjeç, je në moshën e pubertetit, nuk je i zhvilluar, pra e ka shumë gjuhën e keqe. Selin e ka fjalorin shumë jo të hishëm për atë që ajo përfaqëson dhe tregon në shtëpinë e Big Brotherit si një vajzë e re me të gjitha ato mlefe, dhe Juelës i tha ty të mungon ajo që unë e kam, pra i kujtoi ishte të dashurin e ndjerë që ka ndruar. Pra është, nuk e di, po tregohet shumë jo njerëzore, jo humane, jo me dinjitet, jo me emocion, ndërkohë që ka kërkuar një lloj mbështetje edhe nga të tjerët kur Gimbo iku, por e panë që Gimbo u kthye në shtëpi me arsenal informacionesh, edhe që Selin theu rregullin që nuk duhet të reagonte, përqafonte, foli, i dha dhe dhurata Gimbo, por duke mbetur tek çifti Briteo, është folur që do të ketë një protestë në orën 2 të së shtunës, edhe pritet për të parë nëse realisht ndjekësit e çiftit do të mblidhen, siç edhe unë i kam parë të, le të themi, të inatosur me postimin në rrjetet sociale ku flasin për lojra që nuk janë të bukura apo për këto thika pas shpine që po i bëjnë të tjerët, por sidoqoftë përshikojmë që si Brikena dhe Mateo po i përballin shumë mirë ato ngacmimet, por edhe provokimet. Kemi parë dhe Mateon që ka qenë super aktiv këto ditë, nuk ka ndalur me diskutime, me argumente, me ballafaqime si me Rogertin, me Mirin, me Selin, me Juelën, me të gjithë në ato shtëpi pothuajse që kanë diçka për të thënë për këtë çift, me sa duket tani në prime nuk do të flasin vetëm se çfarë ka bërë Mateo dhe Brikena, por do të flasin se çfarë kanë bërë tjerë, të gjithë ato mlefin, inatin, xhelozit, por edhe intriga, deri diku Rogerti ka dalë në mbrojtje të Brikenës duke thënë që unë nuk e lejoj Selin që ajo ta përdori atë për lojë, se është frika e një lloj kuti e Pandore që mund të hapet prajmin e së shtunës, se nëse do ta ketë në dorë Shndriti, i cili është, le të themi, i ngjitur me Selin dhe bën gjithçka çfarë asaj t'i pëlqej, dhe të gjithë bisedat që bën me Mateon, por edhe me Brikenën, por kjo e fundit ja plasi në fytyrë dhe i tha që ti nuk ke interes për të pasur një miqësi me mua, e ke me Selinën dhe e ke me Mateon, por ata nuk e kuptojnë që të gjitha informacionet që ka Shndriti si gazetar po i shet tek Selin në krevat aty në mbrëmje dhe bëjnë të gjitha ato dallaveret e lloqet. Pra duke mbetur edhe te kutia e Pandorës që mund ta kemi këtë prajmin e së shtunës, interesante do të jetë për treguar fytyrat e vërteta, se kur ishim tek pjesa e liderit që u zgjodh Shndriti në prajmin e së martës, ishin votat e Mateos dhe të Brikenës, ato që ja dhanë atit dhe ai e mori pushtetin e liderit. Mbetet për të parë nëse vëllai i madh do t'i japi atit një avantazh me një kuti Pandore, do ta ketë Selin, por diçka po nuhatet edhe nga vetë komunikimi që ka pasur Selin me Brikenën, si një lloj presioni apo kërcënimi që duro deri në prajmin e së shtunës, se pas prajmit do të flasim së bashku. Nuk ka qetësi në atë shtëpi përpos të gjitha dallaverave dhe ulërimave që bën Rogerti, herë si qen që agërson Mateon, herë që thret për luftë, po i heqim këto se
jemi mësuar tani me këtë të keqin e Rogertit dhe sa vinë edhe poshtohen, për sa kohë produksioni nuk merr masa, edhe publiku nuk ka çfarë të bëjë përpos reagimit që të bëj në rrjetet sociale, se nëse do të ishte me votë popullore, Rogerti do të dilte nga e shtëpi, po flas për votën popullore masive, jo për një grup të vogël që pëlqen dhe mbështet lojën që bën Rogerti. Por sidoqoftë, duke mbetur edhe tek publiku, tek audienca, sigurisht që janë të njëjtit mendimi që dhe unë dhash që Selim po përdor shndritin për të nxjerrë Brikenën nga loja, pasi e shikon si një lloj kërcënimi, një lloj xhelozie që ka pasur që ditët e para kjo gjë është komentuar, është vrejtur një lloj ftohtësie edhe një lloj jo miqësie me dy vajzave, e sa i takon publikut, të cilit duhet ja marrim gjithmonë mendimin. Unë kam bërë një pyetësor se kush duhet të shpallet, kë shikojnë ato si fituese, sigurisht me 60% të votave, diku trek mbi 4-5.000 vota është Mateo, më pas me 25% të votave është Selin, 12% është Brikena dhe me 2% kanë bërë bashkë Mirin dhe Rogertin. Sidoqoftë, situatat në shtëpi kanë pasur një lloj tensioni me ulërima, me të bërtitme, me ofendime, ka një lloj lëshimi ku edukata qytetare është zero, por sidoqoftë këto intrigat e shumtuara që bën pas kurrizit të dy të rinjve që kanë shprehur një pëlqim për njëri tjetrit, edhe pse fjalët e Mateos deri diku mund të përdoren në prime, sa ai është shprehur që unë ku dal jashtë do të shikoj më shumë për palestrën, do të rikthehem te dashuria ime më e madhe. Pra nuk foli shumë se si do të jetë raporti tim me Brikenën, kurse Brikena në atë videon që doli edhe nga dhoma rrëfimi, që sigurisht është montuar thjesht për të dhënë këtë efektin bombastik, dramatik, ku ajo është shprehur që dua t'i jap fund me Mateon, pasi sipas saj ai është përqendruar më shumë në lojë dhe i mban një lloj ISO Selinin, por kemi parë edhe në ballafaqime edhe në le të themi në një lloj situate të agravuar ku Selin me një lloj arrogance i thot Mateos, i merr ujë, shplaje egon që ke, agresivitetin apo mendimallsinë. Pra, po përdorin gjithçka për të nxjerrur njëri tjetrin në këtë pikë të lojës ku jemi, e sidoqoftë një video, më saktë një foto që është bërë virale, është që është Selin, Rogerti dhe Miri përballë Mateos, ku i thirrën këto të tre njëri tjetrit përballë Mateos, dhe është kthyer në shtëpi si një lloj lufte tani më të gjithë kundër çiftit, por më së shumti kundër Mateos, duke e ngacmuar, duke provokuar dhe duke dashur që ta nxjerrë nga vetja, siç u shpreh edhe vetë Mateo në raport me Rogertin, që ti kërkon që unë të dal me zarf të zi, se kërkon që unë ty të godas, por nuk ta jap ty këtë kënaqësi, se ti nuk do ta kesh rrugtimin e gjatë këtu, do të jesh ti ai që do dalësh me zarf të zi. Për sa kohë Rogerti i ka thyer të gjitha rregullat e këtij formati, por qëndron aty për hir të lojës, sigurisht që një zarf i zi do të bënte shumë punë në këtë pikë ku jemi, por duhet parë dhe duhet shikuar me detaje çdo lëvizje që bëhet në atë shtëpi. Një kaos e shtëpia si përfundim, është një kaos total ku nuk po merret vesh se kush po flet, me kë kanë aleanca, kush ka miqësi. E thash edhe në videon e djeshme, nuk më pëlqen një lloj miqësie që patën deri diku Rogerti dhe Selin, se çfarë nuk i kanë thënë njëri tjetrit, e kanë baltosur në pikat më të ulta, ndërkohë të kesh një lloj komunikimi për mua nuk është normale, por ata janë vetë në ato lojë dhe do t'i marrin të gjitha përgjegjësitë e veprimeve që bëjnë tek kurrizi i tyre, përpose edhe audienca ka mendime të ndryshme në raport të situatave që kanë në shtëpi. Do doja të dija mendimin tuaj, si keni parë gjithë ato situate midis çiftit tani më që ka një lloj zbeje, ka një lloj kokëforcie të dyve për të mos u bashkuar, por që janë të prekur nga veprimet e njëri tjetrit. A do të kemi realisht një protestë, siç është thënë, në orën 14 jashtë dyreve të Big Brotherit, pa në murin rrethues, siç u bë së kohë edhe për Luizin, kjo atëherë do ta poziciononte sigurisht Mateo dhe Brikenës drejt finales dhe si pretendent për ta fituar këtë Big Brother, por kudo në çdo sondazh që un kam parë, kudo që ka një sondazh për të votuar, sigurisht që Mateo kryeson për të qenë fitues, edhe në bindjen time është i vetmi që i ka votat nga publiku për të shpallur fitues. Mbetet për të parë, do doja të dija edhe komentin tuaj, por më kryesorja është mos harroni t'i bëni subscribe edhe kanalit ton Koha Jo në YouTube.